Arben Kalemaj, qytetari i cili jeton me 50 euro asistencë në muaj edhe një herë tjetër detyrohet të vijë nga Elbasani për denoncuar veprimet e shoqërisë rajonale të ujësiellës kanalizimeve në Elbasan. Në datën 7 korrik 2026, administratori Luan Tabaku ka nënshkruar njoftimin për vendosjen e gjobës në banesën ku jeton zoti Kalemaj. Këtij njoftimi i bashklidhet dhe akti i konstatimit dhe fleta e gjobës që ngarkon abonentin me detyrimin e shlyerjes prej 10.000 lekëve për shkak të ndërhyrjes në rrjet me anë të një tubi fleksibël. Moskryeja e pagesës sjell si pasojë ndërprerjen e furnizimit me ujë. Nga ana tjetër, zoti Kalemaj shpjegon se jo vetëm që ai dhe familjarët e tij nuk kanë ndërhyrë në rrjet, por se ka qenë vetë kryetari i bashkisë, zoti Gledian Llatja, i cili në datën 4 korrik, pasi ka komunikuar me Arbenin, i ka premtuar ta zgjidhë problemin e tij brenda të njëjtës ditë. Dhe ashtu ka ndodhur. Denoncuesi dëshmon se po në datën 4 korrik, kryetari i bashkisë Llatja ka dërguar një operator terreni i cili ka ndërhyrë duke lidhur ujin për të risjellë furnizimin në banesë. Partia Demokratike kërkon që Shoqëria Rajonale e Ujësiellës Kanalizimeve Elbasan të verifikojë menjëherë rrethanat dhe të anullojë masën administrative. Ky është shteti i kalbur i Edi Ramës dhe e tillë është qeverisja socialiste. Asnjë familje nuk duhet të trajtohet në këtë mënyrë vetëm se është e varfër dhe nuk ka mundësi të mbrohet. Kjo është arsyeja pse ndryshimi nuk është më një zgjedhje politike, por një domosdoshmëri për rikthimin e shtetit në shërbim të qytetarëve. Faleminderit.